Prindët e mi biologjik e kam pas edhe një motër para meje. Ajo ka jetu 2 vjet e gjys, e kam pa vetëm në foto. Kishte qenë një fëmijë shumë i bukur dhe i rritshëm para kohë, ndoshta që ka qenë edhe jetë shkurtër. Edhe ka vdek, kështu që merreni me men kur 2 prindëve të mi u kanë vdek 2 fëmijët e parë. Vetëm ata që e kanë përjetuar e dinë çka do të thonë kjo. Dhe unë e fatlumja kur kam marrë këtë botë, unë i kam pas 2 prind, 2 nona, 2 baba që vetëm gojën time kanë shikuar dhe vetëm mu më kanë shikuar çka unë kërkoj. Ti je fëmia i parë mas tonë asaj tragjedie familjare. Ti je fëmia i parë, po? Po, se ka vdek motra para meje. Okej, dhe më thanë... Fëmijë i parë. Fëmijë i parë. Mas te, a ka pas? Po, jemi 7 fëmijë krejt. Jemi edhe 2 motra, e ka me mu 3. Jemi 3 vajza dhe 4 djem, jemi 7 fëmijë. Jetojmë ende thuje së bashku, se jemi në një shtëpi të madhe. Prindët e mi s'ka ndasht me na nda, që tash është shumë aktuale njerëzit jetojmë veç e veç. Kemi një shtëpi të madhe, 4 katëshe. 4 vëllezërit e kanë ka një apartament.